Mirja bërë Iqbales, tani rikthehu te qëndrimi jot, zoti algoritëm, për të rishiku marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Riktheu ke qëndrimi jot në 2016-ën, që thoje tek CNN që mos e dhënë zotit fitojnë Trumpi zgjedhjet, sepse Shqipëria do prish marrëdhënie diplomatike me SBA-n, plus atyre tjerave, pastaj Trumpi është fatkeqësi për njerëzimin e gjitha. Tani Iqbalen e hoqe qafet, shumë mirë ja bëre, për tip trollake që ajo, por për ta kuptuar njerëzit, që më ngjojnë mua, që njerëz shumë të mençur, po e shpjegojmë kush e ka promovu Iqbalen në Shqipëri. Iqbali në Shqipëri është bë e njohur përmes medjave të Edi Ramës. Medjave që njihen kombëtarisht si mbështetëse të rilindjes. Iqbalja dilte ke Euronewsi, Iqbalja dilte te Top Channel-i, Iqbales i botoheshin lajmet te Carlo Polino, te Mero Baze, pra te portalet e tjera të rilindjes, në gjitha mediat proqeveritare. Iqbalja ka pas zënë një hapësirë të konsiderueshme dhe janë ato media që e kanë bë të njohur Iqbalen. Për njerëz që s'kan tru, që vinë këtu për herë të parë ose kështu, që s'kan tru dhe i han algoritmin e Ramës, Iqbalja është bërë e njohur në Shqipëri përmes këtyre medjave. Në ato media nuk hyn e nuk del miza pa e kontrollu organi propagandës i qeverisë. Ashtu si kurse kam thënë që në fillim, për Dritan Goxhajn është promovu te Euronews Albania. Ka qenë panelist te Erlam Hilli, pra është promovu atje, nuk promovohet kurr. Fiksojeni këtë, nuk promovohet kurr një njeri në banaqet televizive të mbrëmjes, krejt rastësisht. Nëse për Iqbalen e di që është i budallaçk, i trollake, që të vetmen gjë që mund të ketë përbashkët me Ramën është ke çështja e grave, sa gra i duhen një burri. Edhe Iqbalja për këto është bë e njohur në Shqipëri, që thotë i kam thënë burrit ti mund merr 3 gra, merr 4 gra, edhe Rama këtu e ka një përvojë shumë të mirë dhe i pikë të përbashkët me Iqbalen. Ndërsa për Dritan Goxhajn, nuk kam asnjë opinion, e kam thënë që në fillim. Sigurisht një pjesë e mirë e njerëzve që kanë kap mikrofonin te revolucioni i flamingove janë kontrollu, janë fut aty me ato makinacionet që ka pushteti për të kontrollu një revolucion të cilin e di nga i vjen dhe do ta shpërbëjnë. Pra, për të folë drejt, jemi në një të drejt legjitimet e Edi Ramës për ta shpërbë këtë revolucion, për ta shpërbë revolucionin e flamingove, për ta delegjitimu atë dhe për t'ja nxjerrë jo po Irani, jo po Greku, agenti kësaj, agenti asaj. Deri këtu jemi në rregull, është duke bë punën e vet, çdo njeri do ta bënte një gjë të tillë. Ajo që ka diferencë tani që duhet që kam analizu për herë unë dhe po e analizojmë edhe sot, është që ky revolucion e ka vu përpara Edi Rama. Pra Edi Rama nuk i shpëton dot më këtij revolucioni me gjitha përpjekjet edhe me gjitha makinacionet që do përpiqet bëjnë. Edi Rama është i frikshëm, kam pas ka një 6-7 vjet që kam thënë, kam pas bërë një artikull nduket, që ky njeri është i pa shembullt në gjërat që mund të bëjnë për të mos e lëshuar pushtetin. Pra gjëra nga më të paimagjinueshme ky do t'i bëjnë për ta mbajtur pushtetin. Pra nuk është e lehtë, edhe është e ditur kjo që nuk është e lehtë ta shkallmosh këtë nga pushteti. Por ashtu siç dihet, që ky revolucion do t'i hajnë kokën dhe ai e di shumë mirë. Ai tani është fiks si Noriega. E përdorën sa i deshën
fuqitë e huaja. Në fund fare i vun tavolinë ofertën edhe i thanë tërhiqu, po t'i falim gjitha, maj dhe pasurin taksosh. Edhe Noriega lujti mendsh edhe tha jo, tha se m'do populli mu. Do populli ty, okej. Për 3 muaj, prap, i futën prangat e rasën në burg, edhe i iku Noriega. Në këtë fazë është edhe Edi Rama tani. Po ky e bën luftën, jo se nuk e dishi se do populli, po e bën sepse ka frikë burgun. Ky ka të merë burgun. Edhe do bëjnë këto përpjekjet e makinacionet. Ajo që i ka për t'i pjell belaja këtij tani, që është gallat, është kjo se po e fryn shumë, do dalë tek UÇK-ja, po flasja këtë pjesën e kësaj që po e fryn shumë Irani, është aq jashtë loje, ky strategu madh, ky lideri global, është aq jashtë loje sa që është duke shah edhe duke sulmu Iranin në një moment që ata ajatollahët ndodhen në tavolinë me Donald Trumpin për të nënshkruar marrëveshjen e paqes. Edhe kanë hap Hormuzin, edhe kanë rënë dakord që të kenë një paqe afatgjatë me njëri tjetrin. Në këtë moment, ky gomari jon filloi të sulmo Iranin. Mirë e bën, shumë mirë ja bën, se ka ne hajër Shqipëria prej Iranit, po strategjikisht e kanë fjalën. Politikisht ky i mençmi i botës, që kishte shkuar sot në Poloni dhe do shpëtojnë Ukrainën. Pra ka shku ky atje dhe do jap zgjidhje Ukrainës. Një njeri që ka popullin rrugëve, shkon edhe bë si cup, po nuk kanë dhënë shumë vëmendje, shifeni sa periferik është këtë herë atje, se herët e tjera kur ishte Blinkeni në shtëpitë bardhe, kur nuk kishte këto njolla nëpër Europë, pra që i kishte pagu për imazhin e vet në Europë, rrinte si kaposh atje. Tani është si langaraq. Ka ngel si langaraq. Kështu që do t'i pjell belaja me sulmet që po i bën Iranit, me arrit në i marrëveshje Trumpi dhe me i thonë që shiko se nuk është Irani kështu siç kemi fol deri tani, ku do futet ky? Se ky e ka po një herë, ka thonë Trumpi është rrezik për njerëzimin. Tani thot, mu du të më rrëzojnë nga pushteti se ka një natë Donald Trumpin. Këtu e ka fjalën për Sorosin, se e di ai që shigjetën nga harku ja ka tresh ai Aleksi, që revolucioni është një revolucion brenda smajtës, e përsëris për herë këtë, dhe nuk ndalon ky revolucion pa i gris kontratën e Edi Ramës, pa e largu Edi Ramën nga Partia Socialiste. Dje i pat Ilir Zelën. Shifni tani do bëj një kështu se po marr një krahasim me që më erdhi kjo se kisha të planifikuar me këtë. Shifni njerëzit që mbrojnë Edi Ramën, edhe shifni njerëzit që i kanë dalë kundër. E mbron Tauland Balla. Nga krahu tjetër përballë i ka dalë kundër Ilir Zela. A krahasohen dot to dy figura me njëra tjetrën? Unë po i marr këta se Iliri ka qenë deputet në zonën e Librazhit edhe Taulandi ka dalë nga zona e Librazhit si deputet. Më falni, futuni bëni krahasim atij që mbron Ramën me atij që është kundër Ramës, Ilir Zela, Tauland Balla. Merrni Ndrele Gisin, Erion Braçën. Krahasoni vet. Unë po e jap vetëm si emra kot. Merrni Lea Ypin me Zeqinen. Pra Zeqineja mbron Ramën. Lea i thot ik. Merrni Sara Milën me këta merrni Sarën. Me këta që e kundërshtojnë, Irena Beqire, në kujton. Ka plot. Merrni Elisa Spiropalin me Romina Kukon për shembull. Se është një aguride që e dele mbron ky, se ajo po si filozofe, po sikur ka qenë me kështu është amerikane. Ajo. Shifeni kush i ka ngel pra. I ka ngel këta dhe i ka ngel lufta imagjinare me Iranin. Ka shku tani është bo algoritëm 100%,
se ka rënë, nuk është e vërtet që i ka ardhe Endri Fuga, për ata që thonë ka ardhe Endri Fuga, nuk i vjen më Endri Fuga këtij, se Endri Fuga e di që ky ka marrë fund dhe është duke dhënë dhe ai kontributin e vet që ky të shporret nga aty, jo të vinë ta ndihmojnë të jap dorë. E ka lut ky si qen, i është lëpi, por nuk i ka ardhe Endri Fuga, dhe ka fillu vet tani edhe bën ato, kishte ndryshu profilin, dhe kishte bë një kështu, kishte vu flamingot, kopertinën, profilin e Facebookut, pra gjitha atë koperturën e rrjeteve sociale e kishte bë flamingo. Gjoja që hoqa qafet Iqbalën tani janë të mijat flamingo. Flamingot nuk janë tuat, flamingot kanë ardhur për të çukit kokën edhe për të ngrënë ty. Do shpall shumë shpejt non grata edhe Dritan Goxha. Se këtu desha të na loj pak. Shikoni sa i poshtër është. Domethënë është i poshtër, është i neveritshëm njeriu që i ka ngul thika pas shpine gjatë gjithë kohës Republikës Kosovës. Vëllezërve tanë në Kosovë. Del edhe përdor UÇK-n në mënyrën më mizore të mundshme. Del nxirr lista, ja jep Tauland Ballës, se Taulandi nxirr se i thot ky. Nxirr lista sikur ushtarët e UÇK-s kanë qenë mercenarë dhe jo patriotë që kanë luftuar për lirinë e vendit. Të gjitha këto i shkojnë në favor Aleksandr Vučićit, i shkojnë në favor Serbisë, për alibit e veta që thot ata nuk kanë qenë ushtri çlimtare, por kanë qenë mercenarë. Këtë punë po e bën Edi Rama, turp e faqe zez, për fllishësira si Ramush Haradinaj, Ali Ahmeti, që dalin për lyjnë emrin e një lufte çlirimtare me një mafioz. Për t'i shërbyer një mafiozi, për inat të Albin Kurtit, s'ka gjë më të neveritshme se sa të shohësh ish komandantin e UÇK-s, njërin që ka dhënë dëshmor nga familja e vet, Ramush Haradinaj, të bëhet zar i Edi Ramës, të cilin Edi Rama e futi në burg. Je korrit, Ramush Haradinaj je bot turp e faqja e zezë. Prandaj s'merr vota në Kosovë ti, sepse je turp. Që Edi Ramën që të paditi, gjakun e dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës e lën dorë ta nëpërkëmb një maskara si puna e Edi Ramës. Ky është turpi më i madh. Hajde po ja falim, u thash edhe një herë, po ja falim Ali Ahmetit, se kush e di çfarë halli ka i shkreti, po s'ka turp më të madh se sa kjo e Ramushit, se Ramushi e ka bë vetëm për inat të Albin Kurtit. Pra për të dobësu Albin Kurtin atje, shkon edhe njollos emrin e UÇK-s me Tauland Brallat e me gjithë. Pse nuk del të flas Pandeli Majko, kryeministri i Kosovës, që e ka qujtë gjithë kohën veten e vet, kryeministër i Kosovës. Pse nuk del edhe të flas ose ta mbështesë Edi Ramën, ose dal të thotë që Dritan Goxha i ka qenë kështu, ai dëshmori Tahiri ka qenë mercenar e gjitha me radhë. Është ish ministri i Ramës, është deputet i Partisë Socialiste, ish kryeministri i kohës luftës Kosovës. O Ramush, nuk ka dalë akoma Pandeli Majko ta mbështesë Edi Ramën. Edhe ke dalë ti, vetëm nga inati që ke për Albin Kurtin. Të ja shifni sherrin prapë Edi Ramës, se Edi Rama është i marum, po kur dilni pasaj të boni ho. Megjithatë, kjo që ka ndodhur sot është një gjë shumë interesante, sepse e tregon hallin që ka Edi Rama, edhe Taulandi që doli në konferencë duke u dridhur buza, që kjo protest nuk ndalet më pa i hëngër kokën Edi Ramës, pa i hëngër kokën politikisht. Le ta shpallë edhe Dritan Goxha i non grata, se Dritan Goxha e tha atje është promovu nëpër mediat që i kontrollon ky. Aty është promovu Dritan Goxha, nuk hyn e nuk del gjë aty nëpër ato media pa lejen e këtij, por tani për një interes tjetër del edhe shpall non grata Iqbalën, i Torollake, që të vetëm tezë për të cilën e njeh publiku është
që gruaja, unë i ka thënë leje burrit vet që të marrë 3 gra, të marrë 4 gra. Ja, kjo është teza e Iqbales, këtë ka shpall Edi Rama non grata. Që ka pikë përbashkës edhe Edi Rama shumë menon që duhet ketë një 7-8 gra, siç ka pas gjithë jetën, edhe Iqbali ashtu mendon. Nuk ke për ta shu, nuk ka për tu shu protesta, sepse protesta nuk është ngrit rastësisht. Nuk shuhet protesta sepse shihni njerëzit që i kanë ngel mrapa Edi Ramës ku shembron. Zeqineja, Sara Mile, Romina Kuko, Erion Braçe me servilizmin e vet, Tauland Balla. Shifeni kë ka përballë. Ka Ilir Zelën, ka Andre Legisin, ka Ermelinda Meksin, ka Elisa Spiropalin, ka këtë tjetër, Ben Malajn, pra socialist, Arta Daden, që duhet ta kujtojmë, ka socialist klasi. Shumë shpejt do t'i dal kundër edhe Xhaxhimozi. Kur t'i dal Xhaxhimozi kundër, atëherë do hapin sytë edhe këta guakët e tjerë që e kanë mbështet këtë. Që rrin deri tani, rrin mrapa këtij, do shohim pastaj kur dal Xhaxhimozi ç'a do thot ky miushi Erion Braçja e ç'a do thot shoku Tauland. A do ikin të parët me vrap, do ikin të parët dhe do thonë na pas ka mashtru Edi Rama, na pas ka bëu kështu, se këta siç janë të zellshëm kur e mbrojnë, do bëhen shumë më të zellshëm kur ta sulmojnë pastaj. Shifemi se ngjarjet janë shumë të bukura. Ky do ik në një revolucion të dhimbshëm, nuk përfundojnë revolucionet me lule. Revolucioni është i dhimbshëm, ky do bëjnë gjitha përpjekjet për të mos alshu pushtetin, por nuk ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër sepse i ka marru kontrata Edi Ramës për të përdor Partinë Socialiste për të grabit Shqipërinë. Nuk e le më kush. Mos harro, mirë ja bëri Iqbales, tani ktheu Trumpit. Trumpi është rrezik për njerëzimin, e filloi sulmoje, sulmoje siç ke bëu atëherë. Se ndërkohë Trumpi është në tryezë me Iranin, duke nënshkruar marrëveshje që të shoh ty se ç'a qëndrim me shke, edhe ta tregon vetë pastaj qefin.